Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Si fillim po flas një shkurtimisht për shërbimet e mia, pastaj do kaloj direkt tek ndikimet që do të kemi gjatë javës në vazhdim. Atëherë unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, është ditën e hënë dhe ditën e premte, të dy janë orë 19. Ditën e hënë bëj parashikime në lidhje me ciklin e hënës, si hëna e re dhe hëna e plot, dhe të alternuar me pyetje përgjigje. Ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor. Tek parashikimet që bëj për periudhën në vazhdim, pra aty flas si fillim për ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat me radhë. Mënyra se do t'i këshilloj është të dëgjoni të gjitha parashikimet, është si fillim ajo e përgjithshme, duke që s'na prekin të gjithë, prek natyrën. Pra pas kësaj të kalon tek shenja juaj e ascendentit, cila do që tjetë ajo, dhe pas kësaj të kalon tek shenja që keni lindur, pra shenjave zodiakale. Kjo është renditja më e shëndetshme që mund të dëgjohen parashikimet astrologjike, jo vetëm tek unë, po tek të gjithë astrologët. Përveç këtyre, kam dhe parashitjet e mia në televizione, është edhe këto ditën e hënë dhe të premte. Ditën e hënë jam tek kanali A2 CNN, është në orën 9 të mëngjesit, tek programi Dita Jon. Ndërkohë që ditëve të premte jam tek Top Channel në orën 10, është tek programi Në shtëpinë tonë. Këto janë të gjitha shërbimet që kam për publikun, pra për ju. Përveç këtyre, disa raste bëj edhe parashikime ditore ose edhe video në lidhje me kalimet planetare, të cilat mund t'i ndiqni nga kanali im i YouTube-it. Këto janë shërbimet të cilat janë pa pagesë, ndërkohë që përtej këtyre, nëse keni informacione që dëshironi të merrni për veten tuaj, pra personale, që nuk mundet të gjeni të gjitha këto që sapo përmenda, domethënë që mund të prenotoni në qoftë se dëshironi konsultim tuaj personale. Ky është një shërbim që është me pagesë dhe përmban analizën e hartës. Për të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë, mund të gjejmë orën e saktë dhe në vartësitë e saj të gjejmë edhe ascendentin, ose të bëjmë analizën e lidhjes tuaj, çfarë do lloj lidhje që të kjo që jeni të interesuar, pra nuk është vetëm thjesht lidhje sentimentale, mund të jetë një individ i cili keni interes të dinë se si mund të vazhdojë biznesi e të tjerë. Dhe detyrimisht bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen. Atëherë, është java nga 9 deri në 15 shkurt. Kjo është java, jo vetëm që është java e mesit, por është edhe më e rëndësishme e shkurtit, sepse është java ku e kemi më të thjeshtë të menaxhojmë gjërat. Madje mund të hedhim edhe rrënjët për javët në vazhdim, madje edhe për vitin në vazhdim. Pse themi këtë? Në datën 17 shkurt, pra javën që vjen, do të kemi ditën e martë të javës që vjen, pra është një eklips dielli. Ndërkohë që kjo javë është para përgatitje për atë. Si rrjedhoj, nëse e përdorim ashtu siç duhet këtë javë, kemi aftësinë që edhe javën që vjen, pastaj të jemi shumë më pozitivisht, ta përballim jetën me më tepër pozitivitet. Duke filluar që nga dita e hënë dhe deri tek dita e shtunë, kemi aftësi vërtet shumë të mëdha për ta bërë këtë, duke qenë se kemi disa ndikime planetare të cilat na ndihmojnë në mënyrë të konsiderueshme. Kemi mbrojtjen e gjatë kësaj jave, do të kemi mbrojtjen e Jupiterit, i cili është i vendosur tashmë në disa gradë të cilat shtojnë shumë ndihmën që marrim nga sistemi. Si do kemi dhe aftësi vërtet shumë të mëdha që të përdorim edhe ato pak mundësi ose aftësi që kemi brenda vetes tonë ose rrugdalje që shikojmë, ti përdorim vërtet në avantazhin tonë. Si rrjedhoj, kjo është edhe një nga javët përpërsisht më pozitive që të mund ta përdorim këtë. Për më tepër, dita e nesër, pra data 7 shkurt, është vërtet shumë e rëndësishme sepse kemi një trekëndësh ajri. Trekëndëshi i ajrit do të thonë 3 planetet të cilat janë vendosur në këndë pozitive me njëri tjetrin dhe si rrjedhoj mbështesin shumë dhe energjia qarkullon në mënyrë vërtet shumë të thjeshtë dhe na mbështet të gjithëve ne. Pak më tepër që kur është një trekëndësh ajri, ne përdorim logjikën në mënyrë shumë efikase, pothuajse perfekte. Mbi të gjitha, një nga këto këndët e trekëndshit do të jetë edhe një asteroid në të vërtet, i cili shëron, na jep shërim vërtet pothuajse të plot, si për sa i përket shëndetit fizik, po ashtu dhe shëndetit mendor, duke qenë se qartëson gjithçka dhe na nxjerr edhe kura përpara. Për këtë arsye kemi aftësinë përsëris që gjatë ditës së nesërme të gjejmë edhe kurën që se kemi pas probleme së mos me shëndetin, virozat që kemi ndjerë në këto momente, po ashtu edhe për të gjetur fjalët e duhura
për të shëruar marrëdhëniet që kemi midis njëri tjetrit. Do t'i këshillojmë ngum që ditën e nesër për datën 7 shkurt ta përdorim për të argëtuar, për të udhëtuar, më të bëjmë çfarë të dëshirojmë, mjafton që ne të ndjehemi mirë dhe të ndihmojmë edhe njëri tjetrin, që është pjesa më e rëndësishme, që të krijojmë një ambient i cili është i përshtatshëm për të gjithë ne. Po, nëse flasim për javën në vazhdim, ndikimet më të rëndësishme që do të kemi është kemi kalimin e Venusit tek shenja e Peshqve. Këtë e kam thënë edhe më përpara, po detyrimisht do të ripërsëris edhe tani. Kalimi i Venusit tek shenja e Peshqve është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Venusi tek kjo shenjë ndihet vërtet shumë mirë, sepse shenja e Peshqve është një shenjë që në thelbin e saj ka humanizmin, dhe Venusi këtu merr një formë e cila na ndihmon që të jemi shumë më tepër empatik ndaj njëri tjetrit, jemi më tepër të fokusuar tek bukuria shpirtërore në këtë rast, prandaj edhe detyrimisht kjo ndikon shumë në mënyrë shumë pozitive tek marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin. Pak më tepër që gjatë gjithë javës që vjen, Venusi do të jetë i vendosur edhe tek disa yje fikse të cilat ne na ndihmojnë shumë, madje sjellin dhe një fat vërtet shumë të madh. Në përgjithësi ky fat është për sa i përket të ardhurave materiale, pra gjithë kjo bukuri që shikojmë në këtë moment, kemi dhe aftësinë që atë çfarë imagjinojmë ta përkthejmë edhe në materie, si lidhoj kemi një ndikim shumë të madh pozitiv. Komunikimi është çelës, për komunikimin nesër nëse përdorim pra gjatë ditës së shtunë komplet për të rregulluar marrëdhëniet që kanë qenë pak të sforcuara, ose edhe ne logjikën tonë ta përdorim për të gjetur rrugdalje të problemeve që kemi pasur deri në këtë moment. Detyrimisht që gjithë javës që vjen do të mund ta përdorim të njëjtin Venus që sa përmenda tek shenja e Peshqve në mënyrë vërtet shumë efikase, dhe madje do të kemi të aftësi që edhe të ndërtojmë lidhje, sidomos ato sentimentale, të cilat janë shumë të përshtatshme për ne. Për të gjithë personat që nuk janë në një lidhje në këtë moment, është më thjesht, është më futem në një fazë ku e kemi më të thjeshtë të shprehim ndjenjat tona, madje edhe personat që shikojmë përballë shikojmë në mënyrë më empatike, si rreth kemi aftësinë që ti perceptojmë përtej asaj fasadës që tregojnë, dhe mund të shikojmë edhe nëse janë apo janë të përshtatshëm për ne në aspektin shpirtëror vetë fjalë. Përsa i përket lidhjeve që janë ekzistuese, ato detyrimisht që të përforcohen në mënyrë të dukshme. Shenja që ndikohet më pozitivisht në kjo është detyrimisht shenja e Peshqve, por përveç kësaj është edhe shenja e Akrepit, sepse ka një ndikim vërtet shumë të madh në aktivizimin e ndjenjave të tij, pra e kupton shumë më mirë ndjenjat e tij. Është diçka që nevojitet dhe për fat të mirë, po vjen pikërisht në kohë, sepse shenja e Akrepit ka qenë pak e lodhur. Problemet që do të kemi gjatë javës në vazhdim është data 11, 12 dhe 13. Janë 3 ditë që mund të jenë pak të vështira. Detyrimisht çdo gjë që ka vështirësi ka edhe rrugdalje, prandaj edhe po i themi këto. Është një kënd negativ midis Marsit dhe Jupiterit. Ky është një ndikim disi vështirë, sepse Marsi është vendosur në këtë moment tek shenja ujore dhe na bën ne vërtet shumë impulsiv, shpërndahemi shumë. Madje kemi edhe një farë pasigurie brenda vetes tonë, sepse nuk dimë se kur të veprojmë dhe kur të qëndrojmë. Kjo është edhe arsye që ky kënd negativ me Jupiterin e zmadhon edhe më tepër këtë si problem. Jemi më tepër të drejtuar drejt lirisë, kur Marsi është vendosur tek shenja ujore, por kjo liri është pa kuptim ose pa kufi, dhe nuk e dim se ku qëndron liria dhe ku qëndron për shembull një lidhje e shëndetshme. Mund të ndihemi të cënuar, pra liria jo mund të ndihet të cënuar edhe nga lidhjet më normale. Prandaj kjo është një javë, ose më them këto 3 ditë mund të bëjnë problematike, edhe pse gjatë gjithë javës do të ndihet ky si kënd, por këto 3 ditë që sapo përmenda, pra data 11, 12 dhe 13, që është i përkon ditës së mërkurë, të njëjtat dhe të premte, do të ndihet edhe më tepër, sidomos dita e premte do të jetë edhe më e ndikuar nga kjo si kënd. Ajo çfarë do të vijë tre është një konflikt i brendshëm, siç e thash pak përpara, një konflikt i brendshëm, sidomos në lidhje me lirinë, ku na cënohet në liria, ku cënojnë të drejtat tona në thonjse, sepse nuk është e vërtetë ashtu, ne thjesht e perceptojmë si të tillë. Kemi shumë vështirësi në vendimarrje, sepse koncepti jonë ashtu, ose të themi ashtu si ne shikojmë, është që në qoftë se unë po rregulloj një aspekt jetës time, kjo mund të prish një aspekt tjetër. Pra, në këto momente na duhet të kuptojmë që gjërat, edhe pse janë të lidhura me njëra tjetrën, jo domosdoshmërisht nëse prishen një balancë, do të prishen edhe balancat e tjera. Gjithçka mund të jetë edhe ndar dhe ta zgjidhim pra në grupime ose në probleme të caktuara.
Në qoftë se për shembull, po jap thjesht shembull, nëse del një problem tek marrëdhëniet familjare dhe nuk kemi arsye që ta mendojmë që nëse rregullojmë marrëdhëniet familjare të do prishë marrëdhëniet e mia sentimentale, për po e themi në këtë shembull, të dyja mund të jenë edhe të pavarur nga njëra tjetra, mjafton që ne të harxojmë ose të përkushtojmë kohën e mjaftueshme. Kemi një nevojë shumë të madhe për të shoqëruar, një socializim vërtet shumë i madh. Kjo normalisht nuk është diçka negative, por është pak e tepruar, dhe sidomos personat që janë brenda lidhjeve këto ta ndjenen më tepër, sepse do të duan që të kalojnë më tepër kohë me shoqërinë e tyre dhe si rrjedhoj partnerin e tyre ose partneren e tyre mund ta shikojnë dhe pak shumë si pengesë. Kjo është diçka që do të këshilloja të gjithëve që të jemi pak më të balancuar dhe më realistë më të themi, sepse çdo gjë ka vendin e tij ose vendin e saj. Prandaj edhe nëse shikojmë në këtë pikpamje dhe nuk e teprojmë në asnjë relat, pra kemi shumë të thjeshtë. Ndërkohë që njëjti kënd përtej këtyre që janë negative na jep edhe një mundësi të re, e cila është një mundësi pozitive në këtë rast, sepse na hap syt edhe për mundësitë e reja, duke qenë se kjo frymë e re e lirisë na shtyn që të avancojmë shumë përpara për të gjetur për të hapur shtigje të reja, më të themi, detyrimisht kjo mund të na shtyjë edhe që të krijojmë relata të cilat do të na ndihmojnë për të kryer të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Pak më tepër që e përmenda, edhe Venusi do të kaluar tek shenja e peshqve dhe Venusi kur është vendosur tek shenja e peshqve ka një cilësi të tillë që çdo gjë që ne nderojmë arrim që ta përkthejmë në materiale. Është një ndikim shumë i madh pozitiv për këtë arsye. Pra, në qoftë se ne Marsin ton që kemi, pra lëvizjen tonë, mënyrën se si veprojmë, se si reagojmë, e përkthejmë në këtë që lirinë që ne dëshirojmë brenda vetes të jetë një liri ekonomike, që të krijojmë diçka të re, që të na përkthejë në të ardhur materiale të mira, detyrimisht që gjithë këto kënde negative i përkthejmë edhe në diçka pozitive. Pak më tepër që shoqëria vërtet na bën mirë, por përsëris pa dëmtuar lidhjet e tjera. Kjo është shumë e rëndësishme gjatë gjithë javës në vazhdim. Dhe përsëris çdo vendim që marrim gjatë javës në vazhdim, duhet ta mendojmë vërtet mirë, duhet të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm, sepse në qoftë se harxojmë kohë me gjëra që janë të panevojshme, nga eklipsi i diellit këto do të zmadhohen edhe më tepër, madje mund të ngelemi, mund të ngjecemi pra tek një vend dhe si rreth të harxojmë kohë vërtet shumë të madhe për të zgjidhur një problem që në këto momente nuk kemi pse ta kemi aty pra. Mjafton që të jemi të kujdesshëm me gjërat që po mbajmë në këto momente në jetën tonë. Nuk kemi të detyruar që të marrim të gjitha vendimet tani, këtë më duhet ta nënvizoj, por duhet të fokusohemi tek diçka që është funksionale, që e shikojmë në afatgjat pra në jetën tonë. Okej, këto ishin ndikimet e përgjithshme, më duhet të them, dhe duhet të them edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme dhe kjo. Gjatë gjithë javës në vazhdim do të kemi Saturnin të vendosur tek grada e fundit të shenjës së peshqve. Grada e fundit të shenjës së peshqve është shumë problematike dhe krijon lëvizje tektonike, lëvizje të tokës, më të themi, se nga çfarë varen ato nuk ka shumë rëndësi për Saturnin pra. Si rrjedhoj, gjatë javës në vazhdim mund të vazhdojmë që të kemi probleme me tërmetet, edhe pse të vogla në Shqipëri, në botë mund të jenë të mëdha, por rëndësishme është, duke qenë se po flasim për Shqipërinë në këtë moment, është rëndësishme që ta dimë që këtu, edhe pse mund të kemi lëkundje, nuk do të jenë shumë të mëdha, por problemet vazhdojnë që të jenë në lidhje me rrëshqitjen e tokës. Dhe këto janë probleme vërtet shumë të rëndësishme, sepse infrastruktura është shumë problematike dhe nuk kemi bimë të cilat të mund të mbajnë dheun që të mos rrshqasi. Prandaj dhe të gjithë atyre që kanë shtëpi, të cilat janë në zona që kanë një farë risku, do t'i këshillojshëm gjatë kësaj periudhe, pra kemi një javë përpara, të jemi më të vëmendshëm dhe në qoftë se keni mundësi të kaloni këtë periudhë në një vend që është pak më i sigurt. Këto ishin ndikimet që kishim në lidhje me natyrën dhe do të vazhdojmë që të kemi shira, prandaj dhe merrni masat në lidhje me këtë temë. Po them vetëm cila është dita që është më pozitive. Dita që është më pozitive, që nga dita e Mërkur, është një ditë vërtet shumë pozitive, është ka mbështetjen e gjithë planeteve pothuajse. Dhe hënën na nxit që të shikojmë atë çfarë është më e dobishme për ne, jemi shumë më tepër efikas në jetën e përditshme, madje jemi edhe më
e kemi horizontin më të gjerë, pra arrim që të shikojmë gjërat në si plotësojnë njëra tjetrën, prandaj edhe kemi edhe një aftësi vërtet shumë të madhe që edhe marrëdhëniet që kemi poshtë dhe puna që bëjmë të jetë shumë tepër efikase. Do të këshilloja që ditën e mërkurë për këtë arsye ta përdorim në maksimum. Nuk po them që ditët e tjera janë negative, po them që kjo ditë është më pozitive se ditët e tjera. Do të jetë në ndikimin e këndit negativ të Marsit dhe me Jupiterin, prandaj në këtë pikpamje që i përmenda përpara do të jemi të kujdesshëm. Shenja e dashit. Java në vazhdim problemi që ka është problemi shëndeti mendor më tepër se shpirtëror, si mund të themi mendor, sepse vazhdojmë që të jemi në trysnin e Saturnit, kjo vazhdon që të nxjerrë sfida përballë nesh, madje mund të kemi edhe gjëra të cilat nuk na pëlqejnë tek vetja jon, këto do të dalin edhe më tepër në skenë, do të kemi një farë pasigurie, edhe kjo do të dalë më tepër në skenë, por kjo është java e fundit. Prandaj, në vend që ti anashkaloni, do t'ju këshilloj që ti merrni parasysh dhe ti vëzhgoni sa është e vërtetë dhe sa jo, në qoftë se ndjeni të nevojshme të kërkoni edhe mendimin e personave që keni rreth rrotullt, sidomos familjarët tuaj në këto momente janë më vërtet shumë, sepse janë persona të cilët janë të paanshëm në lidhje me këto pikpamje, prandaj do t'ju ndihmoj që të kuptoni nëse është e vërtetë ajo çfarë ndjeni apo jo. Për sa i përket të gjitha temave të tjera, në përgjithësi kemi ndikime pozitive. Duke qenë se kemi një rritje të socializimit në këto momente tek shenja e dashit. Nga Neptuni që ka kaluar tashmë tek shenja juar, kemi një fokusim shumë të madh tek krijimi i një individualizmi të shëndetshëm. Po filloni që të krijoni një identitet, po filloni të krijoni një identitet i cili është shumë i respektuar, sepse keni bërë dhe punën ju që nevojitej dhe për këtë arsye do të filloni gradualisht duke filluar më tepër pas datës 14, pra duke filluar nga java që vjen nga data 16 gusht tek tutje, që çdo gjë që bëni të përkthejë edhe në të ardhur materiale të mira, të jeni më shumë më të suksesshëm në karrierën tuaj dhe mbi të gjitha të keni edhe lidhje sentimentale të cilat mund të shndërrohen shumë shpejt dhe në mënyrë shumë të thjeshtë edhe në lidhje shumë serioze. Shenja e dashit gjatë kësaj jave. Do t'ju këshilloja që vazhdoni që të jeni shumë të kujdesshëm edhe në lidhje me shëndetin tuaj fizik. Arsyeja që them këtë është edhe pse kemi kënde pozitive në këto momente të shironi që është tek shtëpia juaj, tek shenja juaj, do të vazhdojmë që të kemi të trysnin në botën tonë të brendshme, si edhe kjo mund të thotë edhe një ulje e imunitetit, sepse do të kemi vazhdimisht një shpërdorim të energjisë tonë, si edhe kjo mund të prekë edhe shëndetin fizik, prandaj në këtë pikë do të këshilloj që të jemi më të kujdesshëm. Pak më tepër tashmë edhe planetet dalin ngadalë, po kalojnë tek shenja e peshqve dhe si rrjedhoj energjia jonë në përgjithësi na shkon tek mendja jonë. Prandaj edhe ana jonë fizike mund të ngelet me më pak energji, po e them në këtë mënyrë sepse vazhdimisht jemi në kokë, pra mendojmë. Dhe si rrjedhoj do të na duhet pra që të jemi më të kujdesshëm në lidhje me shëndetin tonë fizik. Për sa i përket një ndikimi ose më them ndikimi që do të keni nga këndi negativ që ka Marsi me Jupiterin, duke qenë se Marsi është drejtuesi juaj, keni një ndikim vërtet shumë të fuqishëm, mund t'i prishni vërtet shumë punë vetes tuaj me shoqërinë në këtë rast. Prandaj edhe këtu do t'ju këshilloja që t'jeni më të vëmendshëm dhe më të vetëdijshëm. Në qoftë se nuk e keni në dorë ose nuk e kontrolloni dot veten tuaj, do t'ju këshilloja që gjatë javës në vazhdim, pra datën 11, 12 dhe 13, ta kaloni pak më të izoluar dhe të mos takoheni me persona që kanë shumë rëndësi, sepse mund të keni tendencë që t'i thueni zemrën atyre. Për përsëris, ajo nevoja për liri mund të dalë shumë më tepër në skenë dhe mund të jetë vërtet shumë e panevojshme dhe për përsëris mund t'ju prish vërtet shumë marrëdhënie të cilat janë të rëndësishme për ju. Prandaj këto 3 ditë do t'ju këshilloj që jemi pak më të izoluar e kemi më të thjeshtë, pas kësaj që të perceptojmë se çfarë është e drejtë e çfarë nuk është. Shenja e Demit, për shenja e Demit java në vazhdim është e vështirë, por është edhe shumë pozitive. Është vërtet shumë pozitive. Arsyeja që është e vështirë është se do të fillojmë që të kemi gradualisht një kënd negativ edhe të diellit me Uranin, cili është i vendosur tek shenja juaj. Pak më tepër që deri ditën e martë do të kemi këndin negativ të Venusit që është drejtuesi juaj me Uranin që është i vendosur tek shenja juaj. Si rrjedhoj, kemi vërtet kriza të rëndësishme, kriza identiteti, kemi kriza në vendin tonë të punës, mund të keq kuptojmë shumë se çfarë na thuhet, sidomos nga prorët tanë, po ashtu edhe ne mund të veprojmë në mënyrë shumë impulsive sepse jemi të lodhur tashmë. Për këtë arsye do t'ju këshilloja që
Gjatë gjithë javës në vazhdim, jemi pak më të tërhequr. Një lloj siç tek shenja e dashit është e vlefshme edhe për ju. Por për ju më tepër është në lidhje me karrierën tuaj. Të mos merrni vendime të nxehtuara. Ajo ndjesie e lirisë për ju mund të përkthehet pikërisht në vendime të nxehtuara në lidhje me karrierën. Në qoftë se e keni ndier veten që nuk po merrni vlerësimin që meritoni, sidomos ditën e hënë të martë, mund të veproni në mënyrë shumë impulsive dhe të prishni edhe punën që keni bërë për një kohë shumë të gjatë. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që të paktën ditën e hënë të martë mos merrni asnjë vendimi, edhe nëse thotë diçka dikush, gjatë asaj dite thjesht dëgjojeni, përpunoheni, nëse keni persona që keni besim, jo tek vendi juaj punës, por më tepër tek familja ose shoqëria e ngushtë, do t'ju këshilloj që të drejtohesh te ata dhe të merrni mendime edhe prej tyre sepse do t'ju drejtojnë në rrugën e drejtë. Por nëse veproni në mënyrë impulsive, sidomos gjatë këtyre 2 ditëve, vërtet që do t'i prishni punë vetes tuaj dhe përpërsisht mund të shkaktoni dëme në karrierën tuaj që mund të jenë të parekuperueshme. Ana pozitive e këtyre këndeve negative në të vërtet është se nëpërmjet krizave dalin dhe mundësi të reja. Për shembull, nëse ju qëndroni të qetë, do të keni aftësinë që të zgjidhni probleme që mund të ekzistojnë tek vendi juaj punës, të gjeni rrugëdalje për kriza që mund të jenë përsëri tek vendi juaj punës, ose nëse keni punën tuaj, pra keni biznesin tuaj, mund të gjeni rrugëdalje dhe një mënyrë shumë më inovative për të avancuar përpara, si lidhoj, pra mjafton që të jemi të qetë, kemi mundësi që të zhvillojmë, pra këtë kënd negativ ta përkthejmë në një mundësi vërtet shumë të madhe për të ardhur materiale vërtet shumë të mira. E kam thënë tek video që kam bërë në lidhje me uranin, deri në datën 26 prill, ju do të vazhdoni që të jeni në këtë lloj ujërash. Pra do t'ju duhet që të përzierni mirë se çfarë po bëni, në mënyrë që pas datës 26 prill të filloni të shikoni të ardhur materiale të mira. Por deri në atë datë vërtet që duhet të punoni. Duhet të punoni në mënyrë të ndërgjegjshme, të vetëdijshme, më të themi. Ky është ndikim shumë i madh dhe është shumë i rëndësishëm, prandaj qëndrova pak më tepër këtu. Ndërkohë që duke filluar nga dita e martë e tutje, kemi kalimin e Venusit e përmendur tek shenja e Peshqve, është ndikim shumë i madh pozitiv. Ky për ju, do të thënë vërtet ndikimi më i fuqishëm dhe më pozitiv që mund të kemi. Pak më tepër që në këtë moment e kemi edhe një vendosje tek shenja e Bricabit që u bën shumë serioz në përqasjen që kemi ndaj lidhjeve serioze. Si rrjedhoj, futemi në fazën ku çështje sentimentale për ju fillojnë që të lulëzojnë. Pra, në qoftë se nuk fokusohemi shumë tek problemet që kemi aktualisht tek jeta jonë profesionale ose tek marrëdhëniet familjare, të cilat mund të jenë pak më tepër krizë gjatë pjesës së parë të javës, pra deri në orën 13 të ditës së martë, pas kësaj e kemi vërtet shumë herë më të thjeshtë që të fokusohemi tek gjërat që janë më sentimentale, që na bëjnë më tepër të lumtur, si do të targetojmë më tepër, për ju që të jemi social gjatë javës në vazhdim, do t'ju këshilloja me ngul, sepse këtu do të jetë një pikë ku mund të shfryeni gjithë atë stresin që keni kaluar gjatë kësaj periudhe, dhe madje pas ditës së martë tuti edhe Venusi do t'ju detyrojë në një farë mënyrë që të kaloni më tepër kohë me shoqërinë tuaj. Ky është ndikim pozitiv për ju, po e nënvizoj, madje do t'ju këshilloja që edhe gjatë datës 11, 12 dhe 13 që do të kemi këndin negativ të Marsit me Jupiterin, të mos kaloni shumë kohë duke menduar për punën tuaj, sepse kjo është diçka që ju streson më tepër se çfarë duhet dhe mund të prek në mënyrë të dukshme edhe shëndetin tuaj fizik. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve kemi ndikime pakës të përzierë. Arsyeja që janë të përzierë është tashmë Merkuri, duke filluar nga dita e sotme, do të kaloj tek shenja e Peshqve. Si rrjedhoj, logjika juaj nuk më është ashtu siç ka qenë më përpara. Dëshira për të marrë informacione të reja vazhdon që të jetë e njëjta, por këto nuk munden ta përballoni sepse ju dalin vazhdimisht gjëra që ju shpërqendrojnë. Kjo është diçka normale, madje është një fazë të cilën do t'ju këshilloja me ngujmë që ta përdorni, sepse të gjitha informacionet që keni marrë gjatë gjithë kësaj periudhe, madje të gjitha informacionet që po downloadoni në këtë moment nga universi, është e vetmja mënyrë që të mund t'i përtypni. Kjo është edhe arsye që po ndodhen të gjitha këto. Aty ku ju shpije mendja,
keni patjetër diçka që duhet të mësoni. Pra nuk janë mësime siç ju i merrni zakonisht, por janë mësime më tepër në botën shpirtërore. Pra, shpirti juaj në këtë moment po mëson, po e them në këtë mënyrë. Si do kemi një zgjerim vërtet shumë të madh edhe të horizontit për ju. Kemi hyrje në jetën tuaj të shumë individëve të rinj. Pak më tepër që eklipsi i diellit që do të jetë në datën 17, pra javën që vjen, do të thotë për ju edhe krijimet të lidhjeve që janë shumë të rëndësishme, lidhje vërtet shumë të fuqishme shpirtërore, të cilat mund të jenë edhe sentimentale, por mund të jenë edhe lidhje komplet platonike, pra shoqërore. Si redoj, kjo është java që është para përgatitja për atë, në mënyrë që ju të mësojeni me këtë frymë, pra që jo gjithçka, jo çdo informacion duhet patjetër që të jetë e logjikshëm, mund të jetë edhe në një fushë tjetër, pra në ndjenja. Është për këtë arsye një javë përgatitore për këtë temë. Por duhet jeni të fokusuar edhe tek karriera juaj. Tek karriera juaj, ndryshe nga çfarë ishte nga tema që sa u përmenda, duhet jeni vërtet të përqendruar, të zgjidhni diçka e cila po funksionon, që jeni të qartë në ide dhe të filloni që të fokusoheni tek ajo në mënyrë që ta zgjeroni dhe më tepër. Gradualisht drejtuesi juaj Merkuri do të bëjë disa kënde pozitive edhe me Jupiterin. Kjo do të jetë gradualisht më tepër gjatë javës në vazhdim, por edhe këtë javë do të fillojmë që ta ndjejmë ditën e premte, të shtunë dhe të diel. Si rjedhoj, kemi mundësi që të avancojmë në karrierë, në qoftë se jemi të fokusuar tek diçka që funksionon për përsëris dhe ta përkthejmë në të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Pra, ajo çfarë dim, ajo çfarë njohim na bën mirë dhe do ta zgjerim atë na bën edhe më mirë. Të gjitha informacionet që na nevojitet i kemi brenda, mjafton që të jemi pak më të qetë dhe të mundohemi që të përtypim ato çfarë kemi marrë. Në qoftë se ndihemi të nevojshme, këshillimi do të ishte që në këtë moment të drejtohemi tek individ që i quajmë pak a shumë si mentorë tanë, individ të cilët kemi respekt për mendimin e tyre. Këta do të na ndihmojnë që të drejtohemi tek rruga që na nevojitet dhe për përsëris gjithë puna që bëjmë në këto momente do të thotë të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Tashmë jemi futur në atë fazë ku puna që po bëjmë na vlerësohet dhe përkthehet në të ardhur materiale të mira. Ndërkohë që kemi një ndikim i cili është specifik për ju në lidhje me shëndetin. Duke qenë se në këto momente kemi pasur shumë probleme me virozat, në qoftë se keni pasur probleme me virozën dhe ka kaluar tek mushkrit, kjo është javë ku do të fillojmë që të kemi shërim të këtyre tematikave, do të jetë më tepër e vlefshme duke filluar nga dita e premte tutje, por edhe deri në atë datë, sidomos edhe nesër që është data 7 shkurt, do ta vëmë re këtë së ndikim. Do të kemi një zbutje të gjithë problematikave shëndetësore. Këtu bëhet fjalë për shëndetin fizik. Pra, është një javë pozitive në lidhje me shëndetin fizik, në qoftë se e ndihmoni dhe ju, atëherë e keni dhe më të thjeshtë për të shëruar. Shenja e Gaforës. Jemi drejt një eklipsi dielli. Si rjedhoj, për shenjën e Gaforës, kjo do thotë që jemi drejt një hëne të re. Pra, energjia është duke ulur. Por në vend që të ulet energjia, në këtë moment është duke u rritur. Si rjedhoj, kemi disbalancim vërtet shumë të madh asaj çfarë duhet të jetë dhe asaj çfarë është. Pra energjia e jashtme me energjinë e brendshme nuk janë në balans me njëra tjetrën. Dhe si rjedhoj dhe ne nuk dim se si të veprojmë dhe ku të hedhim hapin. Kjo është edhe arsyeja që shenja e Gaforës në këtë moment po lodhet, sepse nuk është e qartë se çfarë duhet të bëhet. Ne ecim me hënën. Pra, jemi vërtet lunatik. Kjo nuk do të thonë diçka negative, do të thonë që ky është ajo territoria jonë si rjedhoj, ndikojmë vërtet shumë prej tyre, prej tij. Por në këto momente na duhet një farë qartësie. Mënyra e vetme që mund ta marrim këtë qartësi do të jetë pasi Saturni të ketë kaluar tek shenja e Dashës, sepse në këto momente vërtet që gjithçka është e paqartë dhe nuk dim se ku e kemi kufirin. Kjo do të jetë në datën 14 shkurt. Pra kemi kohë deri atëherë dhe pak më tepër që me datën 14 shkurt do të kemi edhe kalimin e hënës tek faza balsamike, që është faza e fundit dhe kemi mbrojtjen më të ulët, si rredho edhe energjia jonë është edhe më ulët. Si duhet ta bëjmë ne gjatë kësaj jave që të mos kemi probleme si me shëndetin tonë, po ashtu dhe të vazhdojmë që të jemi aktiv, sepse na duhet të bëjmë edhe punë. Në radhë të parë, duhet të zgjedhim gjërat. Nuk mund të bëjmë të gjitha gjërat në herësh, duhet të jemi shumë përzgjedhës në këto momente. Dhe duhet të bëjmë drejtësi. Duhet të kemi patjetër drejtësi në jetën tonë, sidomos nëse diçka ose dikush na ka bërë veprime, ose ka bërë diçka e cila është një padrejtësi kundrejt nesh, gjatë kësaj jave duhet të fillojmë që të marrim masa, të vëmë kufij të qartë
dhe ti mbështesim ato ose më them ti mirëmbajmë ato. Gjatë kësaj jave kjo është sfida më e madhe që do të kemi ne si shenjëgafore, sepse të gjithë kufijtë tanë vërtet që do të sforcohen, nga të gjithë personat që kemi rreth, nga familjarët, nga kolegët, po ashtu edhe nga njerëzit tanë të zemrës, pra nga partnerët tanë. Nuk ka fare rëndësi. Prandaj edhe duhet të vazhdojmë që ti mirëmbajmë ato. Për sa i përket ndarjes së pronave, kjo është një nga javat më problematike, sepse edhe pse mund të kemi rezultate shumë pozitive, do të na lodh shumë. Përpërsisht drejtësia gjatë së javës ka shumë rëndësi dhe si rridhë në qoftë se ne thjesht për të mirën ose më themi të përpaqen e personave që kemi rreth rrotull, nuk vazhdojmë që të kërkojmë drejtësinë që na nevojitet, që nevojitet për të gjithë pra. Detyrimisht do të kemi probleme shumë të rëndësishme, sepse sistemi do të luftojë kundër nesh. Duhet të jemi vërtet të qartë se çfarë na nevojitet të bëjmë dhe ta bëjmë atë. Por përsëris, duhet të bëjmë gjërat një nga një, por kjo nuk do të thonë që duhet të bëjmë pa drejtësi vetes tonë. Detyrimisht kjo dhe të tjerëve. Kjo është e qartë, besoj. Ndërkohë që rritja më të madhe gjatë kësaj jave, shenja e gaforës, pavarësisht të gjitha këtyre, ka në lidhje me karrierën. Sepse këtu kemi një imagjinat shumë të lartë, jemi shumë tepër efikas dhe si rrjedhë kemi dhe aftësinë që gjithçka ta përdorim për ta përkthyer. Pra, pak a shumë kemi një fuqi, super fuqi manifestuese në këto momente dhe këtë arrim që ta përdorim për të krijuar jetën që ne dëshirojmë. Shëndetin detyrimisht do të jemi të kujdesshëm, edhe pse në këto momente shenja e gaforës është në lidhje me shëndetin fizik është në rekuperim më sipër, vlerat tashmë kemi mësuar, prandaj dhe kemi më të thjeshtë të kërkojmë atë çfarë meritojmë. Një ndikim tjetër që është shumë pozitiv, do të jetë pozitiv që gjithë javës në vazhdim, këtë lash për në fund, është në lidhje me çështje sentimentale, sidomos personat të cilët kanë pasur lidhje që kanë qenë toksike, të pashëndetshme, si rrjedhë ka humbur besimin tek lidhjet në përgjithësi. Gjatë javës në vazhdim, mund të kemi takime, nuk po them thjesht do të njihemi personet të tjerë të zemrës, po them që do të kemi takime, njohje, të cilat do të ndihmojnë ata që të rikthehen besimin tek lidhjet e tyre, që lidhjet mund të funksionojnë përsëri. Dhe si rrjedhë pas kësaj të jemi më të hapur ndaj këtyre tematikave. Shenja e luanit. Shenja e luanit gjatë javës në vazhdim ka ndikime shumë të fuqishme dhe në përgjithësi kemi pozitive afërsisht. Okej, po flas njëra vetëm për ndikimin negativ që kemi, është nga data 11 deri në datën 13 shkurt kemi këndën negativ të Marsit me Jupiterin. Ky kënd negativ do të mund t'i bëjë shenjën e luanit që të veprojmë në mënyrë shumë impulsive kundrejt partnerëve të tyre. Kemi mësuar tashmë se si të jemi empatik, prandaj edhe këtë fuqi që kemi mësuar, pra super fuqi që kemi mësuar, do të këshilloj që gjatë javës në vazhdim ta vini në jetë. Kemi disa ndikime të cilat janë shumë pozitive, por janë dhe pak të lodhshme. Atëherë po fillojmë te karriera, sepse kjo është një nga tematika më të rëndësishme që do të kemi gjatë javës në vazhdim. Për shenjën e luanit, në këto momente karriera kemi aftësi që të rritemi shumë, sepse kemi aftësi që të perceptojmë se cila është rruga që duhet të ndjekim. Sidomos nëse nuk kemi qenë të sigurt, nëse doam të kishim ndryshime, nëse dëshironim që të krijonim diçka që është më e përshtatshme për ne, ndoshta që të merrnim vlerën që ne meritojmë e të tjerë të tjerë, çështja e javë kemi mundësi që ta perceptojmë këtë. Por në të njëjtën kohë mund të edhe të na ngel pak më tepër hatri, të veprojmë në mënyrë impulsive kundrejt eprorëve tanë, sidomos në qoftë se nuk kemi marrë atë çfarë ne meritojmë ose që mendojmë se meritojmë. Për këtë arsye, edhe në këtë pikë do të këshilloj që të jemi më të kujdesshëm. Në qoftë se jemi të kujdesshëm, kemi aftësi që të diskutojmë, të komunikojmë në mënyrë të shëndetshme. Pak më tepër që e kemi këtë aftësi. E kemi këtë aftësi sepse në këtë moment e kemi shumë vendosur tek shenja ujorit. Dhe shenja ujorit kjo do të thonë komunikim i shëndetshëm, sepse arrim që ta perceptojmë sistemin të plotë. Si rrjedhë, kemi aftësi që të përzjedhim fjalët ashtu siç duhet. Pak më tepër që në këto momente kemi disa kalime planetare edhe tek shenja e peshqve, si rrjedhoj rrit shumë intuitën tek të gjithë ne dhe në këtë rast për shenjën e luanit, ky intuit është vërtet shumë e domosdoshme sepse i ndihmon ata që të perceptojnë se çfarë po mendon pak a shumë personi përballë dhe të veprojnë në bazë të saj. Për sa i përket ndarjes së pronave, të ardhurat materiale të përbashkëta e të tjerë, tashmë do të fillojmë që të kemi pak a shumë një farë drejtësie. Do të fillojmë që të marrim atë çfarë ne na duhet që të marrim. Dhe përsëris këtu është më tepër ajo empatia që kemi fituar deri në këtë moment, arrim që të përdorim për të thënë personave përballë atë çfarë duhet që të themi, në mënyrë që të marrim pra atë çfarë meritojmë, të gjithë. Për shenjën e luanit në këtë moment kemi ndryshime vërtet shumë të mëdha.
ecë me një hap gjikant, të cilën ju ndoshta nuk keni dëshirë që ta bëni ose ta hidhni, sepse edhe ju jeni një shenjë fikse dhe seriozisht dëshironi shpesh të qëndroni në zonën tuaj të komfortit, por në këto momente nuk kemi mundësi ta bëjmë më këtë. Pra duhet të ecim, duhet të avancojmë, patjetër. Sidomos eklipsi i diellit, do të jetë në datën 17, pra e thash në fillim që po ecim drejt atij. Është një parapërgatitje ky javë për atë eklips. Gjatë kësaj jave duhet të kuptojmë se çfarë neve na duhet vërtet. Cilat janë individët që na bëjnë mirë, cilat janë individët që ne na dëmtojnë në mënyrë që nga ai eklips i diellit të mund të heqim nga jeta jonë, persona që janë problematik të pashëndetshëm nga jeta jonë dhe që na dëmtojnë mbi të gjitha, dhe të fillojmë që të ndërtojmë jetën që ne dëshirojmë, sepse në këto momente kemi ndryshime shumë të mëdha, përsëri në lidhje sentimentale, po ashtu edhe në karrierë, po ashtu edhe në lidhje me shtëpi, me banesën ku jetojmë. Prandaj edhe për shenjën e luan, në këto momente kemi pak a shumë si instinktive që duam të ndryshojmë, po se çfarë duam të ndryshojmë nuk e di. Ky është momenti që mund ta kuptojmë këtë si gjë. Mjafton të dëgjojmë atë zërin tonë të brendshëm. Ditët që janë problematike, vërtet që janë shumë problematike, janë data 11, 12 dhe 13, sidomos data 13 do ta ndjej edhe më tepër, por përsëris kjo sepse vërtet intuita jonë ose më thënë bota jonë e brendshme mund të ndihet shumë e sfiduar, mund të kërkojmë një liri që është e panevojshme dhe sidomos partnerët ta mund të perceptojnë si armiq të kësaj lirie që neve na nevojitet. Në thonjza, prandaj duhet të jemi pak më të qetë, të shikojmë realitetin ashtu siç është dhe në qoftë se na nevojitet. Për ju do të këshilloja që të merrni mendimin e personave që keni pak a shumë figura autoriteti në jetën tuaj, mund të jetë babai ose mund të jetë edhe këta mentorët tuaj e të tjerë. Pra këta janë persona të cilët janë njerëz që gjatë kësaj jave do të drejtojnë aty ku duhet në mënyrë që të mos humbisni dhe të fitoni. Shëndetin normalisht të jemi të kujdesshëm, nuk ka nevojë ta them se. Shenja e Virgjëreshës. Por shenja e Virgjëreshës gradualisht do të futemi në fazën ku ajo lodhja që kemi pasur gradualisht do fillojë të tretet. Nuk do të ndodhë menjëherë, por do të fillojë të ndodhë gradualisht. Gjithsesi, gjatë kësaj jave, data që përmenda, pra data 11 deri në datën 13 shkurt, do të jemi shumë të kujdesshëm, sepse për ju mund të thonë vërtet probleme tek vendi juaj punës, me kolegët tuaj, si dhe disa veprime shumë të nxituar, të cilat mund të shkaktojnë dëme të rëndësishme në fizikun tuaj. Mund të ndjeni një nevojë të papërmbajtur, më duhet të them që të ndryshoni, sidomos pamjen tuaj të jashtme gjatë kësaj jave, që të përshtatet më tepër me atë botën tuaj të brendshme. Normalisht është zgjedhja juaj, por këshilla ime do të ishte që ndryshime shumë drastike të mos bëni, sepse kjo mund të jetë një nga temat më të rëndësishme gjatë kësaj jave, dëshira për të ndryshuar komplet gjithçka që kemi në jetën tonë. Kjo është diçka që detyrimisht nuk këshillohet, sepse vërtet që do të na dëmtojë, madje nëse e teprojmë edhe me lëvizjen tonë dhe me sportin e të tjerë. Kjo është një nga javët që mund të dëmtohen. Çdo gjë duhet bërë me moderitet. Nëse keni një dëshirë që të bëni udhëtime e të tjerë, edhe kjo është diçka që do t'ja këshilloj ta bëni me moderitet, nëse është një udhëtim i afërt. Okej, dakor, por nëse është diçka që ju kërkon që të zhvendoseni ose të udhëtoni në një vend shumë të largët, detyrimisht nuk do t'ja këshilloja. Në lidhje me shëndetin fizik jeni të prekur, prandaj edhe javën në vazhdim të këshilloj të jemi pak më të qetë. Nëse ndjeni patjetër instinktin që të bëni diçka, me moderitet, përsëris. Por do të kemi kalimet planetare tashmë tek shenja e peshëve. Kemi, duke filluar nga dita e sotme, do të kemi Mërkurin që kalon këtu, është një ndikim shumë i madh pozitiv. Për ju është vërtet shumë pozitiv sepse do të dilni tashmë nga koka juaj, do të shikoni më tepër realitetin, do të argëtoheni më shumë. Pra, nuk do të ta lodhni veten tuaj, po e them në këtë mënyrë. Nuk do të mundoni që të vini rend edhe aty ku është e panevojshme, do të filloni që të shikoni gjërat me më tepër thjeshtësi dhe si lidhen me njëra tjetrën, si rredoj të keni edhe më tepër mundësi që të shplodheni në mendjen tuaj, pra në kokën tuaj. Kjo detyrimisht do t'ju bëjë persona që të jeni më të këndshëm edhe në çdo ambient, si rredoj kemi edhe aftësinë që vërtet të krijojmë lidhje shumë më të shëndetshme. Kjo do të ndodhë edhe më tepër, do të fillojmë të ndjejmë këtë si fazë, domethënë, me kalimin e Venusit tek shenja e peshëve. Është në datën 10, është në orën 13 e pak. Pra, nga dita e martë e tutit, tashmë do të futemi në një fazë shumë më tepër romantike. Është diçka shumë pozitive. Për këtë arsye, ndërkohë që deri në këtë moment jemi mbashtë çdo gjë ta zgjidhim me efikasitet, me logjik, pas asaj do të fillojmë të jemi pak më tepër në ndjenja në zemrën tonë. Është një ndikim pozitiv. Për ju vërtet që është pozitiv. Sepse nuk do ta lodhni veten ai shumë, por i përsëris disa herë, se do të keni më tepër mundësi që të argëtoheni. Gjithsesi për shëndetin fizik do të jeni të kujdesshëm.
Kemi një ndikim i cili është pozitiv për sa i përket çështjeve sentimentale, përtej asaj që do të jemi romantik, mund të krijojmë edhe lidhje të cilat janë shumë serioze, shumë pozitive dhe keni edhe një lulëzim edhe të kreativitetit në këto momente. Do ta ndiejmë shumë gjatë ditës së mërkurë, gjatë ditës së mërkurë ta ndiejmë edhe më tepër. Dhe në qoftë se e përdorim atë ditë pra në maksimum, detyrimisht edhe pjesa tjetër e javës do të jetë shumë efikase, mund të ndërtojmë të ardhur materiale të mira ku këtu do të fillojmë që të kemi lulëzimin e ndukshëm. Sidomos duke filluar që nga java që vjen, pra ose më them duke filluar nga e mërkurë e tutje, kemi tashmë shpërblimin e gjithë punës që kemi bërë. Sidomos nëse kemi pasur problem për të marrë atë çfarë meritojmë, përpërsisht në lidhje me të ardhur materiale. Shenja e peshorës është ndikime ka pozitive gjatë javës në vazhdim. Drejtuesi juaj do të kaloj tek shenja e peshëve, kur Venusi kalon tek shenja e peshëve, vërtet që shenja e peshorës ndihet shumë mirë. Jeni pak a shumë në energjinë tuaj. Duke qenë se shenja e peshëve është shenja tjetër e cila i pëlqen shumë arti dhe detyrimisht energjia juaj është shumë e përshtatshme me të, edhe pse keni kënde negative. Prandaj gjatë periudhës që Venusi është tek shenja e peshëve, për ju domethënë një fazë lulëzimi. Jeta juaj, çdo ditë pra vraponi pak a shumë me një pasion që e gjeni çdo ditë pra drejt jetës, drejt asaj çfarë është e bukur, drejt artit dhe krijoni një jetë e cila është më e përshtatshme për ju. Si fillojmë merrni një jetë me më tepër sportivitet, me më tepër lehtësi, argëtoheni më shumë, çdo marrëdhënie që krijoni nuk e merrni më seriozitet problemet që mund të ndodhin, pra jeni i shikoni gjërat me më tepër thjeshtësi pra përsëris edhe një herë dhe më tepër art. Fusni gjithçka art në jetën tuaj. Si rrjedhoj zbukurohet jeta. Marrëdhënie sentimentale detyrimisht marrin një frymë të re, shumë më tepër shpirtërore, shumë më tepër pozitive. Jeta e përditshme po ashtu keni një dëshirë që edhe veshin të ndryshoni në diçka që është më romantike, pra mund për femra për shembull të veshin më tepër funde e të tjerë. Pra jemi në një periudhë shumë herë më tepër pozitive. Për këtë arsye, për shenjën e peshorës. Pak më tepër që edhe vendoset që kanë ngelur tek shenja e ujorit, ju do ndikojnë në mënyrë pozitive. Pika ku do t'i këshilloj që t'jemi të kujdesshëm, ose më them ditët që do t'i këshilloj që t'jemi të kujdesshëm, është data 11, 12 dhe 13. Edhe pse ta ndijmë gjithë javës në vazhdim, këto tre data janë më të rëndësishme, sepse mund të marrim vendime të nxituara në lidhje me çështjet sentimentale. Këtu nuk po them që mund të jemi impulsiv kundrejt partnerit që kemi aktualisht, mund të them që mund të krijojmë lidhje të cilat mund të jenë shumë të përshtatshme për ne. Thjesht një lidhje që ndjejmë pasion në ato momente, sepse sapo përshkrova që në këto momente shenja e peshorës ka një pasion shumë të lartë, një dashuri shumë të madhe për jetën, për të krijuar diçka e të tjerë, si do mund të marrin në jetën tonë një person thjesht sepse ndodhet në vendin e duhur në momentin e duhur, pra, por mund të jetë personi i gabuar. Si rrjedhoj gjatë këtyre të 3 ditëve, sidomos do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Në qoftë se na nevojitet, patjetër të marrim edhe mendimin e njerëzve që kemi rreth rrotullt. Në këtë rast mund të marrim mendimin e familjarëve tanë, të shoqërisë, pak rëndësi ka, të gjithë personat mund të na shërbejnë si njerëz që na ulin pak në tokë, pra që na bëjnë pak më tepër realist. Në lidhje me shëndetin fizik, në këto momente shenja e peshorës ka ndikime, por jo aq shumë sa shenjat e tjera dhe ka pak më të thjeshtë për t'i kaluar. Madje kemi edhe aftësinë që të përballemi me persona të cilët mund të na ndihmojnë që të krijojmë një rutinë më të shëndetshme, të cilët na shtyn për që të jemi më të shëndetshëm dhe në lidhje me veten tonë. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe tek karriera, por edhe tek kjo do të jemi shumë të kujdesshëm gjatë datave që sa përmendë 11, 12 dhe 13, sepse në qoftë se për shembull e prorata nuk na e din vlerën ashtu siç duhet, mund të marrim një vendim kështu me një herë dhe të dalim nga puna ose të bëjmë disa veprime të cilat janë të pakëndshme dhe jo profesionale. Si rrjedhoj gjatë kësaj jave, jemi në një optimizëm shumë të lartë, por ky optimizëm në disa raste duhet mbajtur nën kontroll, sidomos për sa i përket përpërsisht fillimin e lidhjeve të reja dhe në lidhje me karrierën. Okej, shenja e akrepit. Shenja e akrepit jemi në ndikime më pozitive tashmë. Problemet që kemi pasur tek shëndeti fizik gradualisht po kalojnë. Ndikimet që kemi në këto momente në lidhje me çështje sentimentale, jemi shumë më tepër optimist, jemi shumë më tepër të hapur ndaj lidhjeve të reja.
por sidomos gjatë kësaj jave do t'i këshilloja që gjithsesi, edhe pse jemi më të hapur, do t'i këshilloja që t'jemi pak më të qetë. Pra, detyrimisht shenja e akrepit është më dyshues, nuk është se merr gjithë këmbë në jetën e tij, por gjithsesi, por i përsëris që në këto momente do t'jemi pak më të qetë. Ajo çfarë do t'jetë problematike për shenjën e akrepit gjatë kësaj jave janë vartësitë. Prandaj, të gjithë ju që keni vartësi, sidomos ata që kanë vartësi në lidhje me alkoolin, gjatë kësaj jave, gjithë javën, nuk ka rëndësi, do t'ju këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Okej, por përtej kësaj, jemi të kujdesshëm edhe në lidhje me çështje sentimentale dhe në lidhje me alkoolin. Përtej kësaj kemi ndikime shumë pozitive, sepse është periudha në këto momente ku shenja e akrepit po krijon stabilitetin e jetës që ai dëshiron, po hedh themelet e jetës që dëshiron, dhe të gjitha këndet që kemi në këto momente e ndikojnë në lidhje me këtë temë. Edhe pse mund të jenë problematike dhe nuk ka rëndësi që të perceptojmë ashtu siç do, mjafton që të pyesim dikë. Nuk ka rëndësi se kush është. Kjo është më e mira që ka në këto momente shenja e akrepit, sepse për të gjithëve mund të marrë mendim. Do të drejtoj aty ku duhet. Do të tregoj atë çfarë është problematike dhe ajo çfarë është e drejtë. Prandaj dhe në këto momente është vërtet shenja më me fat. Ka aq fat sepse ka punuar shumë dhe mbi të gjitha është lodhur shumë. Jemi futur në një fazë ku çdo gjë mund të jetë funksionale për të ndërtuar jetën që dëshiron. Mjafton që të jemi pak më të qetë për përsëris këtë. Marrëdhëniet familjare gjatë kësaj jave mund të jenë disi të sfiduara, por kjo nuk do të thënë që është diçka që është e pazgjidhshme, përkundrazi, të gjitha këto po ndodhin në mënyrë që ne të kuptojmë se cili është vendi që ne duhet të qëndrojmë. Edhe një lloj siç e paga shumë tek shenja e gaforës, do të fillojmë që të ndërtojmë disa kufime të shëndetshëm. Nëse e bëjmë këtë, kemi aftësinë që të rritemi vërtet shumë, të krijojmë të stabilitetin ekonomik që ne nevojtojmë, siç e thash, dhe në bazë të saj të ndërtojmë edhe jetën që ne dëshirojmë. Në lidhje me karrierën, gjatë gjithë javës në vazhdim kemi mundësi të pafundme që të avancojmë. Është shenja e cila do t'i dihet shumë më tepër vlera. Kemi një periudhë shumë të gjatë që ndikohet shumë, sepse po mundoj që të kuptoj vlerën e tij dhe pak më tepër që Plutoni e detyron që të hedhë rrënjë. Dhe ka një farë fushë magnetike që të tërheqë në jetën e tij gjithçka që i nevojitet, dhe duke qenë se tashmë kemi kuptuar vlerën si shenja e akrepit, pra ju e keni kuptuar vlerën tuaj, kemi mundësi që por i përsëris të ndërtojmë jetën që ne dëshirojmë. Prandaj edhe kemi rritje edhe në karrierë, kemi mundësi të reja edhe për lidhje sentimentale, po ashtu edhe për të krijuar partneritete shumë të rëndësishme dhe shumë herë më të shëndetshme. Mjafton që të jemi të ndërgjegjshëm, por i përsëris ju lutem të gjithë personat që kanë çfarë do lloj vartësie që të keni, të jeni shumë të kujdesshëm sepse mund të bijmë shumë shpejt në kthetrat e këtyre problemeve në këto momente, madje edhe personat që mund të kenë tendencë të tilla gjatë javës në vazhdim do të këshilloj që të qëndroni larg. Shenja e shigjetarit. Shenja e shigjetarit në këto momente ka ndikime shumë pozitive. Kemi ndikim të lodhshëm detyrimisht sepse vazhdojmë që të jemi në fazën ku po mbyllim ciklet karmike. Pra të gjitha tematikat problematike që kanë ardhur nga familjaria jonë, me familjarët tanë, me aty ku ne, pra le të themi traumat që kemi dhe që na kanë drejtuar drejt lidhjeve të pashëndetshme, lidhje sentimentale dhe ose lidhje shoqërore, jemi në ciklin ku tashmë po i përpunojmë të gjitha këto, si rreth dhe po i mbyllim. Prandaj dhe është e lodhshme, por në tjetër kohë kemi dhe një fat vërtet shumë të madh. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi të kujdesshëm, sidomos gjatë datës 11, 12 dhe 13, janë mënyrën se si flasim. Sepse mund të themi fjalën e fundit në fillim dhe si rreth të përshim punëve të stop, por nëse jemi të kujdesshëm, atë çfarë themi, si e themi, kemi aftësinë që ta kthejmë komunikimin tonë në një superfuqi. Pra çdo gjë që themi mund ta manifestojmë, pak a shumë ka një superfuqi të tillë. Sepse Marsi do të ketë një kënd negativ pikërisht me drejtuesin tuaj që është Jupiteri, dhe çdo kënd negativ nëse përdoret mund të kthehej në diçka pozitive. Kjo është pra një mundësi për të krijuar diçka. Është një nga javët e cila është vërtet e vështirë për të menaxhuar, por nëse menaxhohet, nëse jemi të vetëdijshëm, pra çdo hap edhe frymëmarrje që e marrim në të vetëdijshme, kemi aftësinë që të rritemi në mënyrë kolosale. Marrëdhëniet familjare janë të sfiduara, sidomos marrëdhëniet që kemi me vëllezër dhe me motra, sepse këtu duhet të ndërtojmë ato balancat të shëndetshme. Nëse deri në këtë moment kemi lejuar padrejtësi që të bëjnë kundër nesh, ose persona që të sillen në mënyrë të pahishme kundrejt nesh, këtu bëhet fjalë më tepër për vëllezërt për motrat tanë, por edhe rreth jonë ngushtë, gjatë kësaj jave duhet jemi të vëmendshëm që të mirëmbajmë kufijnë.
që të bëjmë të qartë se çfarë ne dëshirojmë nga këto lloj marrëdhëniesh dhe ti mirëmbajmë këto kufij, pra atë çfarë themi ta zbatojmë. Në qoftë se nuk e përdorim në këtë mënyrë këtë javë, këto marrëdhënie do të bëhen edhe më problematike në të ardhmen. Pra, ky cikël karmik do të vazhdojë edhe për një periudhë shumë të gjatë tashmë. Minimumi edhe 20 vitet me radhë, prandaj është diçka e pakëshillueshme. Në lidhje me çështje sentimentale, shenja e shigjetarit është futur në fazën ku është me fat në lidhje me këto tema, por është një fazë e gjatë, duhet të mendojmë më mirë pra. Ndërkohë që gjatë kësaj jave, këshillimi do të ishte që fokusi kryesor të jetë tek vlera, sidomos ato materiale, krijimi i kufijve të shëndetshëm me personat që sa përmenda, dhe të fokusohemi më tepër për të ndërtuar lidhje, marrëdhënie që janë të shëndetshme me të gjithë personat që kemi rreth rrotut. Nëse fokusohemi këtu, edhe të ardhurët materiale do të shtohen sepse kemi një fat vërtet shumë të madh këtu, po ashtu edhe marrëdhëniet. Të gjitha llojet e marrëdhënieve do të kthehen në marrëdhënie shumë të shëndetshme, të cilat na mbështetin dhe që na ndihmojnë që të kryejmë jetën që ne dëshirojmë dhe meritojmë. Një ndikim që është negativ për shenjën e shigjetarit është vendosja e Saturnit në këtë moment tek gradë e fundit të shenjës së peshqve dhe kjo krijon probleme tek banesa jonë. Kjo mund të thotë që mund të kemi probleme me ujin, pra mos harroni që të mbyllni çesmat dhe mundësisht edhe elektricitetin e të tjerë që të jemi shumë të vëmendshëm. Gjitha elektroshtëpiake për gjatë gjithë javës do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm, nëse është e nevojshme për të dilni nga shtëpia, të ishni nga priza. Shenja për capët javën në vazhdim e ka të vështirë. Është shenja e cila do të preket në mënyrë të dukshme, sepse jemi shumë të shpërndarë në energji, kemi një plagështi të dukshme, mund të kemi dhimbje të fuqishme në komplet sistemin ton, në skeletin ton, pra mund të kemi dhimbje te mesi, te këmbët, në kokë, në disa raste varet se ku e keni ju më të ndjeshme në trupin tuaj. Gjithsesi është një javë e vështirë për këtë arsye. Si rrjedhoj do t'i këshilloj që të jemi më të kujdesshëm me energjinë tonë dhe me trupin tonë. Ti marrim gjërat me tepër qetësi, të shplodhemi aq sa duhet. Kjo është këshilla e parë, e dytë, e tretë dhe e 10-ta që kam përfshirë në bricapet gjatë kësaj jave. Në qoftë se e bëjmë këtë si gjë, kemi mundësi vërtet shumë të mëdha që të kalojmë këtë javë me shumë sukses. Pikat që do të preket nga këndi negativ që është i Marsit me Jupiterin është vlerat materiale, si rreth mund të kemi harxime të panevojshme, mund të kemi disa harxime impulsive, mund të mendojmë se po investojmë aty ku duhet, por në të vërtetë mund të mashtrojmë, të manipulohemi shumë herë më thjesht nga partnerët tanë të biznesit ose personat të cilët kalojnë më tepër kohën. Pra, si rrjedhoj gjatë kësaj jave, investimet nuk do t'i këshilloj absolutisht në asnjë mënyrë. Në qoftë se është e domosdoshme, është që do mund t'i merrni parasysh dhe javën që vjen do të qëndrojnë aty, nëse janë diçka e shëndetshme, do të jenë akoma aty dhe mund të fillojnë që të bëni investime javën që vjen. Por nga ana tjetër kemi një ndikim shumë të madh pozitiv. Arsyeja që kemi këtë ndikim pozitiv është se në këtë moment kemi një vendosje që është zhurnoja, është e vendosur tek shenja juaj. Dhe kjo është një ndikim shumë pozitiv për sa i përket çështjeve sentimentale, lidhjeve afatgjata, sepse krijon lidhje të tilla, pra shumë më të shëndetshme. Tërheq në jetën tonë njerëz që na mbështesin, persona të cilët janë serioz kundrejt jetës dhe kundrejt nesh, prandaj edhe kjo është një nga temat që mund të mbështeteni gjatë javës në vazhdim. Ndonse energjia, pra nuk mund të përdoret për të lëvizur shumë ose për të bërë shumë gjëra, mund të përdoret për të krijuar këto lloj lidhjesh. Pra, mund të jemi pak më të ngadalësuar për sa i përket aktivitetit fizik, por të jemi pak më të përshpejtuar për sa i përket çështjeve sentimentale, për këtë arsye për shenjën e bricapit, pra për ju. Në lidhje me shëndetin fizik, ju jeni të prekur sepse për përcjellës drejtuesi juaj që Saturni është te grada e fundit të shenjës së peshqve, si rrjedhoj energjia shumë e shpërndarë, si rrjedhoj keni një plagështi vërtet shumë të madhe dhe si rrjedhoj preket shëndeti fizik. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në këtë aspekt. Të gjitha virozat që kemi në këtë moment ju mund të prekin, madje mund të zbresin direkt në moshkëri. Kjo është edhe arsye që absolutisht duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Në lidhje me karrierën kemi mundësi që të rritemi, por kjo është më tepër tematika e javës në vazhdim, që sa javë ato çfarë thash do t'i këshilloj që ti merrni çnim dhe t'i zbatoni. Ujori. Shenja ujorit ka shumë fat këtë javë. Pavarësisht të gjitha këndeve negative, edhe pse ndikohen domethënë nga ajo, jeni shumë impulsiv, okay. Datën 11, 12 dhe 13 është
janë 3 ditë që duhet jeni shumë të kujdesshëm, nuk duhet të reagoni asgjëje, këto po nënvizoj, por pavarësisht gjitha këtyre keni një fat shumë të madh. Tashmë do të kemi gradualisht kalimet planetare tek shenja e peshqve, si rridho ju fokusoni shumë më tepër tek të ardhurat materiale. Gjithsesi, këtu, duke qenë se Saturni është vendosur tek grada e fundit të shenjës së peshqve, harximet duhet të jemi më të kontrolluar. E kemi shumë më të thjeshtë ta bëjmë këtë, e perceptojmë shumë më mirë tashmë këtë si gjë sepse kemi një kohë të gjatë që po sfidohemi në këto tematika, pak më tepër që ditën e martë edhe Venusi do të kalojë tek shenja e peshqve, si rridhoj për ju vlera materiale. Gjithçka do të rriqet shumë më lehtë në jetën tuaj. Do të kemi një kënd negativ të diellit me Uranin, i cili do të fillojë nga dita e shtunë, do ta ndjejmë ditën e shtunë të diellit dhe të hënën në vazhdim. Por kjo keni shumë të thjeshtë ta anashkaloni. Pse? Sepse kemi fat. Vërtet që dielli gjatë së javës do të ndodhen në disa yje fikse të cilët sjellin fat shumë të madh në jetën tonë, sidomos në lidhje me të ardhurat materiale dhe për të krijuar, për të materializuar atë çfarë ne dëshirojmë dhe meritojmë. Jeta sociale gjatë javës në vazhdim është në vlerësim e sipër. Madje dita e nesërme, që është data 7 shkurt, është shumë pozitive në lidhje me këtë tematikë. Do t'ju këshilloj ta përdorni në maksimum, të takoheni me persona që keni kohë që se keni takuar, të merrni telefon persona që keni kohë që nuk i merrni telefon, e të tjerë, është shumë pozitive, vërtet shumë pozitive. Do të kemi rritje një kreativiteti tashmë tek ju, në mënyrë të dukshme, dhe kjo rritje në kreativitet do të përkthejë dhe në të ardhur materiale të mirë. Gjithçka për ju tashmë fillon të funksionojë në këtë tematikë. Duke qenë se keni ndërtuar shumë edhe karrierën, keni ndërtuar shumë edhe marrëdhëniet familjare, ka qenë shumë indikuar më të themi dhe çështje sentimentale, tashmë kemi krijimin e jetës ose më them të ardhur materiale që mund të përdorni për të zhvilluar edhe më tepër këto që sapo përmenda. Për këtë arsye për shembull New York java në vazhdim është vërtet shumë pozitive, por përse do të këshilloj që ta përdorni. Një nga ditët që do të jetë edhe më pozitive është dita e Mërkur edhe për ju, është një ditë vërtet shumë pozitive. Madje dita Mërkur mund ta anashkaloni shumë thjesht edhe atë kënd negativ që kemi të Marsit me Jupiterin. Gjithsesi, jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik, është shumë e rëndësishme. Nëse ndjeni një farë trysnie, mund të meditoni, por për ju, për shembull, që të bëni një aktivitet fizik në këto momente këshillohet më tepër. Shenja e peshqve. Edhe shenja e peshqve është një ndër shenjat që tashmë do të fillojë që të ketë fat. Por këtë javë duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm, edhe pse kemi fat duhet të jemi të kujdesshëm. Pse? Sepse Saturni vazhdon që të jetë tek shenja juaj. Jo pengesat që ndjeni vazhdimisht do të vazhdoni që të ndjeni dhe gjatë së javës. Për fat të mirë, fundjavën do ta kalojmë shumë mirë. Pastaj data 14 dhe 15 janë ditë vërtet shumë fantastike sepse Saturn do të ketë ikur tashmë nga shenja juaj. Nëse duroni deri në atë datë, e kemi shumë më të thjeshtë pas kësaj. Fokusimi kryesor është edhe për ju krijimi të ardhurave materiale. Pas kësaj, kemi një imagjinat shumë të madhe se si mund të realizojmë, se si mund të përkthejmë të gjithë imagjinatën tonë, gjithë ato gjëra që ndërrojmë, se si mund të kthejmë në materie. Paka shumë e kuptojnë në mënyrë instinktive. Si rridhoj, kemi përforcimin e të gjitha marrëdhënieve që kemi në jetën tuaj. Kemi fokusimi shumë të madh edhe tek çështje sentimentale. Këtu një lloj siç tek shenja e peshorës, edhe ju mund të merrni disa vendime të nëncituar gjatë datës 11, 12 dhe 13, pra të mërkur, të njëjtë dhe të premte. Si rridhoj gjatë këtyre ditëve, nuk do t'i këshilloja që të fillonim lidhje të reja, sidomos me persona që nuk i njihni mirë, sepse mund të kemi një rrahje zemre pak a shumë artificiale. Me kalimin edhe të Venusit tek shenja juaj do të filloni që të lulizoni në lidhje me çështje sentimentale. Pra do të doni patjetër që të keni një individ në jetën tuaj, do të jeni pak a shumë të dashuar më tepër me jetën, dhe këtë mund ta reflektoni edhe tek një individ i caktuar i cili në të vërtetë mund të mos jetë personi i jetës tuaj, ose personi që duhet të keni në jetë. Si rridhoj, gjatë atyre 3 ditëve do të këshilloj që këtë furi ose këtë entuziazëm që ndjeni ndaj jetës ta përktheni më tepër në socializim, të mundohen të argëtoni më tepër, të kaloni më tepër kohë me vëllezërit, me motrat tuaj, po ashtu edhe me prindrit tuaj, sepse është një javë e cila është shumë pozitive për të përforcuar edhe më tepër këtë marrëdhënie që sapo përmenda. Në lidhje me çështje sentimentale kemi fat, vërtet shumë të madh që do ta kemi, dhe është një periudhë ku lidhje shumë serioze, madje vërtet partnerët tuaj të jetës, ose shpirti tuaj binjak, pra mund t'ju dalë përpara, prandaj dhe do t'ju këshilloj që
të mos nxitonem, sepse nëse bëjmë zgjedhjen e gabuar, ne do të humbasim shanse ose kohë me mirë të themi, që të lidhemi me personin që duhet të lidhemi. Për sa përket ardhur materiale, por përsëris jemi në një periudhë ku gjithçka që imagjinoni mund ta kthejnë në realitet, mund ta kthejnë në materie, mjafton që të jemi të qartë në ide. Është vetëm gjë. Shëndeti fizik për ju jemi në fazë të mirë, sepse shëndeti fizik është në rekuperim, domethënë jemi vazhdimisht në rekuperim dhe në rritje të imunitetit. Okej, këto ishin të gjitha ndikimet që kisha për të gjitha shenjat. Këtë video do të mund ta gjeni nesër te kanali im YouTube-it, do të jetë gati, dhe të gjithë ju që po pyesni për shkak për shenjat tuaja, mund të ndiqni nesër. Okej. Mirë, pra, faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Ditën e hënë do të flas në lidhje me eklipsin e diellit që do të jetë në datën 17 shkurt. Është shumë e rëndësishëm detyrimisht sepse është eklips dhe ndikimi i tij do të jetë për 2 vite e gjysmë me radhë. Prandaj do t'ju këshilloja që ta ndiqni, nëse jo ditën e hënë, mund ta ndiqni edhe ditën e martë kur ta kem vënë tek kanali im i YouTube-it. Faleminderit shumë të gjithëve dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.